strategjisë së fushatës ka qenë edhe efekti i votave që kemi marrë 2 vite më parë në 2023, cilat pak a shumë janë rikonfirmuar në Tiranë, dhe që dëshmon edhe njëherë që ata njerëz që na kanë besuar atëherë vazhdojnë ta besojnë ende për qëndrimet që mbajnë, për konsistencën dhe për më tepër burimet tona financiare kanë qenë jashtëzakonisht shumë të kufizuara krahasimisht me partitë e tjera të reja që kanë shpenzuar shumë maramense, do thoja unë, në këtë fushat, pra kanë pasur mundësi të jo vetëm të qarkullojnë në mbar Shqipërinë, por të dalin dhe në diasporë, të bëjnë vizita kudo lart e poshtë. Shpeshherë jo shpeshherë, po praktikisht në thyrje të kodit zgjedhor dhe përpasoj, si them unë, ka rezultuar rikonfirmimi i Tiranës. Ju keni një marrëveshje, unë e përmenda, me zotin Qori në raport me mandatin, ju jeni parja i dyti. Kjo marrëveshje do qëndroj? Nuk marrëveshje, thjesht vendimi i zotit Qori për të mos kandiduar i pari në listën e Lëvizjes Bashkë, për të dhënë shembullin e një kryetari i cili nuk e përdor partinë e tij si një mjet për tu zgjedhur deputet ose ku diun se çfarë. Dhe nga ana tjetër është vendimi i Këshillit Koordinues të Lëvizjes Bashkë që nëpërmjet votës më zgjodhi mua të parin aty, nuk është marrëveshje personale mes. Me sa di unë, zoti Qori shprehur nëse nuk futen në parlament do të lërë drejtimin e partisë. Kjo është nëse po nuk hynim ne në parlament si subjekt, atëherë ai ishte shprehur se do jetë dorëheqje nga kryetari i partisë. Po sot meqense ju hyni do jetë kryetari, bie të jetë pak a shumë. Po ne do zhvillojmë kongresin ton, besoj diku nga nëntori, dhjetori i këtij viti. Dhe aty pastaj do votohet dhe... Do votohet, okej. Leonard, ky është rasti kur mund të marrësh mandat edhe me pak shpenzime, por me shumë kreativitet, kryesisht grupmosha e të rinjve. Çfarë zëri opozitar mendoni do të jetë Lëvizja Bashkë në parlament? Çfarë zëri opozitar nuk e di. Nëse kë Lëvizja Bashkë do i ri leksikut politik që ka pasur në këto vitet e fundit, besoj domethënë që do jetë, si them unë, pa e ofenduar tip Gerza, e cila domethënë nuk të lejon Gerza është kompliment, nuk është ofensë. Po jo, po e thash në mos ofendohesh Redi në rastin konkret, që hera herës domethënë bën ç'është e mundur që të bëj zhurmë apo të paktën të dëgjohet. Kështu që kështu ka qenë edhe si lëvizje, ç'është e vërteta. Fakti domethënë që kanë bërë një lloj fushate me piskatore, në sensi domethënë që kanë shkuar aty ku duhet thjesht për të nxjerrë mandatin e tyre, vjen edhe për shkak të pjesës financiare që ata nuk e kanë pasur. Unë jam shumë kurioz tani kur të vinë të kalojnë kjo periudha zgjedhore që do fillojnë domethënë do japin llogari të gjithë në lidhje me këto parat që kanë harxuar, sidomos këta të nisma dhe Shqipëria bëhet apo edhe mundësinë e zotit. Ne jemi kurioz të shohim si do justifikohet 6 milionë herë në. Jo, s'kan 6, ato mos më lodh shumë tani debat ty se pastaj do kalojnë televizion tjetër. Ata kanë hallin e rezultateve, kështu që mos i ngarkojmë sot, po. E kisha fjalën tek duke qenë se bëre le të themi krahasimin e një partie të re, po them dhe unë për partitë e tjera, të cilat kanë pasur fonde shumë herë më të mëdha, por duket domethënë që edhe ato në suazën e dikur të Libra apo të partive të tjera të viteve 2000, të cilat merrnin në gjerësinë Vermosh Kolispol sa të duash vota, por nuk prodhonin asnjë rezultat. Më kujtoj FRPD-n e zotit Bamir Topi në 2013 mori rreth 50.000 vota në gjithë Shqipërinë. Jo, më pak, 30.000 ka marrë. Nuk e di se deri tani rezulton partia më shumë vota për vërtetës se Shqipëria bëhet. Dhe nuk pati mundësinë që të nxirrte mandat. Po. Risia nuk është kjo, ç'është e vërteta. Risia duhet parë në aspektin domethënë që se si është e mundur që një parti si ajo socialiste maggioranza, edhe pse në të gjitha raportet ndërkombëtare, edhe pse në 90 shqiptar po t'i pyesë ti bën një vox pote, do të thoshin domethënë që jemi të pakënaqur, më thash gjëra të këtij tipi, pensionet e ulta, korrupsioni i madh, historira të këtij tipi, me protesta dhe jo vetëm, dhe kur vjen puna pastaj që shkojnë te kutia votimit, çudia e madhe është domethënë që prap votojnë Partinë Socialiste. Kujto pak, e them thjesht për kujtesë. 3 apo 4 ditë përpara 11 maj, pra javën e shkuar, le të themi, diku në Hotolisht për te Librazhi, ku po ndërtohet traseja e rrugës së re, bën protest me arkivola ata njerëz aty dhe u përbetuan e stërbetuan domethënë që nuk do votonin Partinë Socialiste nëse aty nuk do vinte Belinda apo dikush domethënë që t'i jepte zgjedhje. Askush nuk shkoi, më rezulton që Otolishti ka votuar diku te 90% Partinë Socialiste. Jo 90. Mund ta shohim, po nuk është ky problemi. Po jo, me që ishim tek partitë e reja se do diskutojmë PSPD
kemi kohë, po përfundoje me partitë e reja. Partitë e reja të thash pra, në qoftë se Ose nëse ke diçka një pyetje për Edin. ata është gjetje e tyre, madje edhe shumë e sofistikuar. Tani ai është në llogore, do ta ngacmojmë tani, është deputet, kështu që deputetët është i ri për ta ngacmuar tani më të bëjnë një dëm aty brenda, një qytet. Çfarë dëmi përveç se aty vetëm qofse për shembull i ofron PS-ja për të bashkëpunuar, nuk e di nëse do ishte. Nuk ka nevojë për njëri fare rezultat. Për ai sa e njohun, domethënë nga larg, e ka fjalën se nuk e njoh kështu. Po për sa e kem parë, është tip grinjari, po them unë. Po të kapet të bëjmë bashkë me Flamur Nokën, nuk e di se çfarë prodhojnë në parlamentin e ri. Pse mendon që do zgjedh me opozitën, do të zgjedh me majorancën? Por tash po u bën bashkë. Po u bën të dy bashkë, nuk e di se çfarë do prodhojnë aty. Por deshe që ta ngacmoj Redin në këtë aspekt. Nuk shumë gjë e mirë për te batutave që një i ri shkon në parlament. Kjo është gjëja më e mirë e mund. Jo vetëm i ri, po tjetë dhe cilësor, se të rinj kemi shumë të dy partitë më dha dhe zgjedhje për nuk flasin fare. 70% nuk flasin fare. Problemi është që të thotë diçka. Po dakor, po ai djalë aty përpara burr ka dhënë të paktën në opinionin publik që nuk është nga ata të kërpëratave. Mirë, atëherë, me